Pas një betejë gjatë me padrejtësinë, pas një vendimi që u bë titull për talësh dhe festë për disa, drejtësia foli sërish dhe qartë: jam i pafajshëm. Gjykata e apelit erxoi atë vendim absurd që më dënoi me 1 vit burg, jo sepse më dha një favor, por sepse pa të vërtetën. Një vërtetë që shumë nuk e kërkuan kurrë, sepse nuk i interesonte drejtësia apo shkatrimi. Ndërsa unë luftoja për të mbrojtur emrin, jetën dhe të ardhmen time, kishte njerëz që qeshnin, kishte sy që ndriçonin nga lajmi i dënimit tim. Madje do thoshin e mori atë që e meriton. Pikërisht sot ndoshta është koha që këta njerëz ta ulin kokën, jo nga frika, por nga vërteta. Sepse kur dëmton një njeri pafajshëm, nuk fiton as drejtësia as morali, por veç urrejtja. Faleminderit drejtësisë që foli, faleminderit jetës që më dha durimin, faleminderit atyre që besuan po as sa unë pafajësinë time. Faleminderit gjithëve. Fjala pafajësi nuk është thjesht një vendim, është dinjitet.